Një guidë praktike për të humbur peshë me 5 përbërës bio që nuk bëjnë mrekulli, por ndihmojnë ty të bëhesh mrekullia. 1. Avokado, ushqimi i trurit, mik i barkut të sheshtë. Avokado është frut, por është edhe një ushqim strategjik. Yndyrnat e tij nuk janë për t'u frikësuar. Janë monoyndyrna të shëndetshme, të njëjtit lloj që gjenden në vajin e ullirit. Në trupin e njeriut, këto yndyrna veprojnë si stabilizues metabolizmi, i qetësojnë hormonet që çmenden nga dieta të varfra dhe i rikthejnë ndjesitë e ngopjes, pa stres, pa mbingrënie. Çfarë ndodh kur e konsumon çdo ditë? Ul stresin ushqimor dhe dëshirat për ushqime të përpunuara. Stabilizon kortizolin, hormonin e stresit që nxit shtimin në peshë, përmirëson fokusin dhe gjumin, 2 element kyç për humbje peshe të qëndrueshme. Sugjerime përdorimi: mëngjes, avokado mbi bukë integrale me fara liri, dreka, sallat me spinaq, avokado, domate qershi dhe limon, darka, avokado me kos bio dhe pak vaj ulliri si zëvendësim për darka të rënda. 2. Farat e chia, forca e padukshme që punon gjatë natës. Farat e chia janë për trupin ajo që energjia e heshtur është për shpirtin, nuk bëjnë zhurmë, por ndryshojnë gjithçka. Ato përmbajnë fibra të tretshme që në kontakt me ujin zmadhohen deri në 10 herë më shumë dhe krijojnë një gjel natyral që rregullon tretjen dhe frenon urinë. Çfarë ndodh kur i përfshin çdo ditë? Zbraz zorët në mënyrë natyrale, pa dhimbje dhe pa fryrje, rrit përthithjen e lëndëve ushqyese, redukton sheqerin në gjak dhe stabilizon insulinën. Mënyra ideale përdorimi: përpara gjumit, 2 lugë far chia në një gotë me ujë ose qumësht bajameje, lëre për 10 minuta dhe pi në mëngjes, si puding me banane dhe kanellë, pas stërvitjes, në smoothie me boronica, banane dhe pluhur proteine bimore. 3. Çaji jeshil bio, zjarri i gjelbër brenda trupit tënd. Çaji jeshil është një nga djegësit natyral të yndyrës më të studiuar nga shkenca. Përmban katekina, të cilat rrisin termogjenezën, procesin përmes të cilit trupi djeg më shumë kalori edhe kur pushon. Kafeina e lehtë që përmban rrit përqendrimin dhe lufton lodhjen mendore që shpesh të çon drejt vakteve emocionale. Çfarë ndodh kur e pi çdo ditë? Djeg më shumë kalori edhe në qetësi, ul fryrjen dhe pastron sistemin limfatik, nxit lëvizjen e yndyrës së depozituar nga zona e barkut, kur dhe si ta pish në mëngjes për të zëvendësuar kafen. 30 minuta pas ushqimit për të përmirësuar tretjen, shtoj pak limon dhe xhenxhefil për efekt detoks total. 4. Brokoli dhe lule lakra, të sheshtojnë barkun pa dietë ekstreme. Perimet kruciferos si brokoli dhe lule lakra janë ndër më të fuqishmet për pastrim të trupit. Përmbajnë sulforafan, një përbërës që lufton inflamacionin, ndihmon detoksifikimin e mëlçisë dhe stimulon enzimat që ndihmojnë trupin të përpunojë më shpejt yndyrnat. Efektet afatgjata: bark më i sheshtë për shkak të reduktimit të fryrjes, lëkurë më e pastër dhe më e freskët, gjendje më e mirë mendore për shkak të eliminimit të toksinave. Ide për t'i përfshirë në dietë: supë e gjelbër me brokoli, majdanoz dhe limon, lule lakër e grirë si oriz, me vaj kokosi dhe keri, brokoli i pjekur me hudhër dhe paprika si shoqërues darke. 5. Molla e gjelbër bio, fruti që pastron trupin dhe mendjen, nuk është vetëm një mit. Një mollë në ditë vërtet e mban mjekun larg. Molla e gjelbër është më e varfër në sheqer se sa të tjerat dhe përmban pektin, një fibër që lidh kolesterolin dhe sheqerin e tepërt në zorr dhe i nxjerr jashtë. Është antiurije natyrale, sidomos kur konsumohen para një vakti. Çfarë ndodh në trup? Ul oreksin për ushqime të shpejta dhe të përpunuara, rregullon sheqerin në gjak dhe ndihmon pankreasin, jep një ndjesi të menjëhershme freskie dhe energjie. Si ta përdorësh? E para në mëngjes, një mollë e gjelbër me ujë të ngrohtë me limon, në mesvakte, me gjalpë bajameje ose me copa bajamesh, në smoothie, me kivi, kastravec dhe pak nenegjik për efekt detoks. Ushqimi nuk është armiku yt. Është mjeti yt. Në fund të ditës, ajo që të bën të humbësh peshë nuk është vetëm numri i kalorive, por cilësia e ushqimit, sinqeriteti me veten dhe zgjedhjet që bën çdo ditë. Ushqimet bio nuk janë vetëm më të pastra, ato janë më inteligjente për trupin tënd.